Bana, e gati. Po tutto. A e gati, bana. Let me tell you something. Okej. 1, 2, 3. Hadi bismillah. Oh my god. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Sot kemi ardhur në Prizren për të provuar një nga atraksionet më interesante turistike në Kosovë, Zipline Prizren. Ky zipline i ofron vizitorëve një pamje fantastike mbi qytetin dhe natyrën përreth. Kemi me bisedu me pronarët e Zipline dhe do të shohim nga afër se sa emocionuese është dhe se çfarë ju ofron adhuruesve të aventurës. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë? Mirë, faleminderit ju. Mirë. Së pari, a mund është më na prezentu? Po, unë jam Gente Betyqi, punëtori Zipline Prizreni, siç që shihni këtu. Atëherë, Gent, a mund është më na tregu që sa kohë funksionon Zipline këtu në Prizren? Zipline e kemi hapur vitit të kaluar nga 10 gushti dhe funksionojmë deri sot. A mund është më na tregu sa ka të interesuar këtu në Zipline? Ka shumë interesum. Zakonisht kemi më shumë të interesum nga diaspora apo edhe turist, po edhe vendas ka që vinë. Janë zakonisht më shumë të në kohën e sezonës, që vinë më shumë, në përgjithësi ka, sepse është diçka e re këtu, është pi vitit kaluar këtu, është diçka rishtas që ka ardhur, edhe po, normal, interesi është. Cilat janë nështë ato komentet që i merrni më shpesh prej krejt vizitorëve që vinë, ose diçka që nështë ju ka shti me kesh deri tash sa jeni kanë të punu këto? Po, komentet zakonisht janë, wow, kuku në fillim. Po. Në përgjithësi kemi komente shumë pozitive, shumë të mira. Kjo është diçka adrenalinë, është interesant i doget edhe kur shtripet këtu ajo frika që është që tërkalohet edhe që e ndjen një farë emocioni pa shpjegueshëm, pa përjetu, pa hyp këtu, s'mundesh edhe me përshkruar, s'mundesh edhe me kjo veç thjesht ndjehet. A ka pas asaj vizitor që kanë thonë ok, po du me ardhur me provu e krejt, momentin që ka ardhur koha për mu nis, e kanë lënë krejt ose cilat janë kanë ato ndoshta ç'është me thonë ato fjalë shtyse që i keni thonë provaje ose diçka? Ka pas, po zakonisht edhe ngacmimet nga shoqëria mos u bë frikacake, këto e kanë shti. Kanë shti, ka pas edhe që frika nuk është çash kulshosh, frika është kur je lart, kur je tani është emocion ku kush ka bën apo është një farçif, është një adrenalinë, ndjen shumë e mirë. Këto shufrat e metalit këto mund deri 20 ton me i mbajt. Ky zipline, kjo lëshurje është shumë e sigurt, sepse kemi gjitha pajisjet nga standardi më të lartë, edhe jon prej shoqatës ERCS, Europe Rope Course Association. Jemi të licencuar. Gjithashtu përveç pajisjeve edhe punëtorët janë me kurse të veçanta që i kanë se si vishen këto, se si sillet, duhet me sill gjitha, do të thonë, sigurimi është këtu në nivelin më të lartë, në nivel standardit evropian. Pra ato pa problem, pa. Më na tregu pak a shumë rregullat që duhet mi pas parasysh kur vjen një vizitor këto. Që duhet me kënd pajisur vetë mas pari kur vin vizitor. Po vetë veshje normale. Po, normal, po veshjet kur kemi për shembull me sandalle, është pak rrezik, që ato nuk mund të më lejoje. Tjera nuk është ndaj veshje specifike që ndalon për mushtrip. A mund është me na tregu sa është lartësia prej poshtë, do të thonë prej tokës deri te këto vijat e zipline, edhe gjatësia e këtij sa është? Po. Lartësia është 85 metra, e arrin maksimumin e lartësisë, e pikë deri në fund i ka 600 metra. Mbi gjys kilometre është udhëtimi që bën. Sa është çmimi për një person me ardhur me vizitu këto? Për një person është 15 euro. Po, nëse janë mbi 5 veta, nëse bën familje ose grupe bashk, kemi edhe lërime. Është ndryshon çmimin 13 euro. Në shtatë që tash i shkon mirë me shkuna me po, edhe e kisha provu edhe pse është hera e parë për mu, po besoj që s'ka më tut. Edhe tek qyrëm qysh, edhe mi spjegoni pak a shumë qysh janë pajisjet, sa janë sigurta, qysh lidhen krejt. Po, patjetër. S'pore që tojnë këto pajisje që duhet me i vendos. Fillimisht, shkojmë marrim kapelat. Kemi këto kapelat që i vendosim. Janë që kapelat. Duhet me i vendos. Po, okej. A të me të vendosi? Po. Po, pastaj duhet me lidh flokat adin. Me lidh flok? Po, më rapa dhe me bo sa ma të vogël kocelin, që
se nuk lejohet kështu, për shkak aty mundi me të kapën sajt. Okej. Radin duhet mi qit plastikin. Që të i pas kanë këta këto? Po. Duhet mi mbledh. Po. Që ta shiko. Po, sa vapor duhet mi bë. Cilin. Outfit check. Dhe gjotash rregullat I kem, ti du të mbajnë komplet mbyllur. Po. Dhe rejmë në pozitë qështot. Qështu? Po, qashtot. Edhe gjatë udhëtimit të poshtë, me do nuk gëzën me bajtë sejden. Okej. Oke? Qëto janë rregullat e tone, dhe Po, tot. po. Besoj kime dalë e Edhe kom të guxojmë majt drejt, apo? Po, drejt, po, drejt. Tash unë e qeli derën, edhe dy dyrt edhe këti frigës, edhe kur thon 1, 2, 3, u thoni ti ma shkom të mbyllë. Po. Ky mëse tash e kam qitë këtë parashutën, një gjysë. Po ku tash që I shkojsh, e kalon këto, I mbyllë. Kom. Nësi se kemë... Ja, nuk I va, se është 40 sekunda, po e shoj që po jetë mrapa mbylli kom. Bana, e gati. Po tu. A e gati, bana. Let me tell you something. Okej. 1, 2, 3. Hadi. Në më thonë, prej qasaj pikës, qatë jena altë, këna ardhë qëto. Edhe kushdo që jeni adhurusi aventurës, mos e leni pa ardhë të Zipline Prizren.